Në Bashkinë e Shkodrës edhe në drejtimin e kryetarit bashkisë Benet Beci, po shkatrohen ndërtime, kioska, po sidomos ndërtimet që janë betoni dhe mbushur me hekur, të cilat jo vetëm që kanë penguar qytetarët, kanë ngushtuar hyrje, kanë zënë sipërfaqe publike, kanë zënë rrugë, kanë ngushtuar magjistrale që lidhin sigurisht hyrjet e daljet në rrugët kryesore. I kanë zënë se kanë quar deri në atë pikë sa mos qarkullohet dot. Kanë zënë lulishte, kanë zënë pjesë publike, bile nga njëherë edhe private. Dhe sigurisht aksioni ka filluar dhe normalisht do të vazhdojnë kamionatimin e pjesës dërmuese të qytetarëve të Shkodrës, sepse ka 35 vjetë në cilën një qytet që s'ka qenë i Zoti të kundërshtoj me forcë të lloj arrogance të jashtëzakonshme pushtetit dhe të fortësh në qytet. I kanë bërë fresk pushtetit, mund të kenë hedhur mas edhe miliona, por sigurisht i kanë pasur të gjitha pa leje, të gjitha pa drejtësisht, duke i rënë qafë si publikes, si rrugës dhe qytetarëve. Ajo që të vjen keq është se reagohet edhe nga Partia Demokratike dhe nga emisarët e saj, të cilët duke filluar nga mosha e re e dikujt që nesër do tentojë të jetë kryetar bashkie, dhe deri ke këta të vjetrit, të cilët kanë bërë fajet, duhet marrin përgjegjësinë, po sidomos e kanë fjalën për këtë djalin e ri, i cili thotë unë jam dakord për këto, por do që të përcaktoj ai radhën. Kujton se sigurisht do falen edhe ato që janë i konsideron ai të majt, edhe me influencë në qytet. Nuk e di që gjithëve ju ka shkuar letra. Radha mund të jetë ndoshta e përzgjedhur, por në të vërtetë të gjithëve ju ka shkuar letra, të gjithëve do t'ju hiqen. Duke filluar nga ata që mund kenë edhe fëmijë deputet, mas edhe vetë deputetëve. Nuk ka diskutim që do t'i edhe atyre që janë këshilltar bashkiake dhe që bëjnë edhe gam me shoqatat e tyre. Të gjithë do t'i prishin, absolutisht. Një nga ato shembujt e mirë ishte bie fjala se po flitnin shumë për një ndërtim shumë të bukur, i cili është në Mundë me Djerës, të një pronari shumë simpatik që është në qendër të Shkodrës, aty ke ish klubi Vllaznia, i cili kishte dalë me kryetarin e bashkisë dhe po fliste për të drejtën e pikërisht këtij aksioni, i cili nuk duhet të jetë aksion, duhet të jetë parim. Po Shkodra është prishur për 35 vjet, është shumë e vështirë të bash edhe radhën. Ashtu si kërkon edhe i famshmi politikan i ri, i cili nesër do kërkojë që të bëhet kryetar bashkie, por vështirë se mund ta lejojë Sali Berisha për të kandiduar. Normalisht ka për të qenë shumë e vështirë, sepse ai nuk do njerëz të tillë. Edhe këtu nuk ka tregje influencët, nuk bëhet pabarazi. Të gjithëve ju ka shkuar letra sepse janë gabim. Të gjithëve, absolutisht të gjithë. Radha është pastaj e përcaktuar nga policia bashkiake dhe nga këta të rregullimit territorit, ose nuk e di, nga këta që merren me këtë punë. Po jo se do shpëtoj kush. Nuk ka për të shpëtuar asnjëherë. Edhe nëse e shtyn 6 muaj nuk ka për të shpëtuar. Edhe nëse e shtyn 1 vjet edhe 2 vjet prap nuk ka për të shpëtuar. Gjithsesi do t'i ndodhi kjo që po i ndodh atyre, të cilët normalisht nuk kanë llogaritur që do vi një ditë që do t'i prishin. Janë ndërtime pa leje, janë ndërtime edhe ata që bërtasin, se kam këtë dokument, sigurisht bërtasin se kanë parë në televizor, duke thonë kemi tokat tona, pronat tona. Kur vjen puna ke dokumentat, pasane dokumentat flasin ndryshe. Pastaj fajsojnë, jo ky, jo ai, jo kryetari, jo nën kryetari, jo sekretarja, jo kjo e jo ajo, por janë prava me mret të cilat sigurisht vlen vetëm para ditë, se pastaj kur i futesh me të vërtet ligjit dhe kur i futesh zbatimit ti, kuptohet që janë bosh. Në të vërtet, është duke bërë një punë e mirë dhe po t'i pyetësh qytetarët, sigurisht janë jo vetëm dakord, po do të trakasin në mënyrë të jashtëzakonshme këtë aksion të kryetarit të bashkisë. Kërcënimet edhe këto janë të kota, sepse sigurisht po kërcënua dhe po bën kërcënime do të shkojnë atje ku pastaj zbuten një herë për gjithmonë.
Pastaj ka dhe gjobitje, ka dhe normalisht veprime të tilla ligjore të cilët i paguan shtrejt. Në të vërtet, aksioni ka rëndësinë sepse do që të kthejë dhe Shkodrën në legalitet. Do ta kthejë dhe Shkodrën një herë të vetme në jetën e saj, pa të fortët që kanë zënë çdo rrugic, çdo hyrje apartamenti, çdo trotuar, çdo rrugë. Të fortët tu kanë zënë rrugën. Rruga është në vazhdim, ka ndërtuar në midis rrugicës e në midis rrugës për mos me të lanë ty. Shko bjeri nga të duash. Me gjithë farë deposh, me gjithë farë dyqanesh, me gjithë farë lojra shfati, me gjithë farë ndërtimesh nga më të çuditshmet e më të habitshmet që i quajnë pronat tyre dhe të drejtën e tyre të marrin dhe tokën e publikut. Tokën që e ka publiku shkodran, që e ka qytetarët e Shkodrës. Ajo që mund të them unë është që sigurisht fjalë tilla do ketë, kundërshtit tilla do ketë edhe burra të shkëlqyeshme si pronari Bërdica atje, te lokali i tij, sigurisht ka hedhur miliona, por që e di shumë mirë dhe bashkohet me këtë iniciativë, po dhe tjerëve të cilët kundërshtojnë kot, duke mos qenë as të zot justifikojnë as të kalumen e tyre të cilën e kanë gjithë favore dhe gjithë subvencione nga parat e taksa paguesve shkodran për të marrë kredo dhe benefice ato. Nuk funksionon kështu. Edhe s'ka për të funksionuar më. Letra ju ka shkuar, do pritet zbatimi i ligjshmërisë. Shkodra duhet kthehet në zbatim të ligjshmërisë. Duhet të kthehet. Edhe këtë punë duhet ta bëj Bashkia e Shkodrës, pas saj sigurisht do të ketë shtetin edhe do të ketë administratat që duhet punojnë ndërshmërisht në këtë lloj drejtimi. Mjediset publike duhet merren mjedise publike. Kopshtet duhet merren kopshte, çerdhe duhet merren çerdhe, jo të zaptuara, shkollat po ashtu, duhet lirohen nga të fortët edhe nga nuk e di, influencat e politikës edhe maskaret e politikës që i kishin zënë me forcë. Dakord miqtë e mi, kjo është edhe ajo që desha të thosha dhe është një diçka e mrekullueshme. Tjetra që desha të trajtoj është te samiti i diasporës, ose i takimi që kishte bërë. Sigurisht nuk mund të themi që është e gjithë diaspora aty, se diaspora është më e përqarse këta që janë brenda këtu. Janë dy realitete pata një shkrim, midis dy realiteteve që përplasen edhe që nuk merren vesh me njëri tjetrin. Ata nuk kuptojnë dhe keq interpretojnë realitetin këtu, ne keq interpretojmë realitetin e tyre aty. Shqiptarët pastaj bëjnë edhe arrogantin edhe shpeshherë ata kërkojnë qiqra në hell, shpeshherë kërkojmë ne qiqra në hell, shpeshherë ne kuptojnë se vetëm bota jonë funksionon kështu mrap siç e kemi. Shpeshherë ata shesin mend me botën e tyre duke ditë se nuk e kanë ndërtuar ata atë botë, ata kanë shkuar për t'ju bindur asaj botë, po bëjnë si specialistat asaj botës, duke mos njohur ose duke mos pranuar një farë mënyrë edhe realitetin tonë shoqëror dhe politike etj. Po se kam fjalën që kjo ishte një shkrim i imi që i është bërë për ta kuptuar më mirë se sa të mrapsht jemi edhe në çështjet e diasporës, në çështjet e shqiptarëve të diasporës. Tendenca është shumë e mirë për t'i bashkuar, por vështirësia më e madhe është e bashkimit në 1000 realitete që kanë edhe 1000 fluska realitete që kanë edhe shqiptarët të diasporës. Ajo që më bën më tepër përshtypje dhe që duhet thosha se ishte një person i cili me të vërtet ishte një person i mirë, një person që kishte 15 vjet që kërkonte pronën e vet dhe kishte kaluar nga sistemi dikur i hipotekave ke sistemi jonë i kadastrave, nga sistemi dikur i drejtorëve dhe i njerëzve që të pritnin zyre, shikonin duart ose donin legët për të bërë një punë cilët është i detyruar shteti ta bëjë, ke sistemi sot i online, te sistemi sot i Albanias dhe sistemi sot i rrjetit, ku mbas sigurisht një mas matematikës algoritmit i cili duhet ta zgjidhë në mënyrë automatike këtë punë, ke pastaj një njeri i cili ruan edhe i thotë, "Ore ky si do me kalu këtë pronë, do me bë pronën e vet, se pronën e vet është duke bë, pa paguar asgjë dhe fillon pastaj të përgjigje nga më absurde, duke mos e marrë ti pronën kur duke dhënë 1000 arsye, duhet ky dokument ban, ky s'ban, prit se kemi këtë, duhet zgjidhur kjo, duhet zgjidhur ajo, si përfundim ti nuk i merr sepse duhet takosh njerëzit për të zgjidhur problemin. Dhe një nga shkaqet e kësaj pune ishte pikërisht edhe po e them tash me Taulant Ballën. E ishte një skenë shumë e keqe. Që Taulanti e kujton që është skenë e bukur, nuk është skenë e bukur. Pikërisht këtij njeriu i cili po ankohesh edhe kishte plot drejtë dhe vinte nga diaspora. Edhe këtu ka drejt diaspora. Po kemi drejtë edhe ne. Këtu
përplasin të dy realitetet ne. Diaspora edhe ne kemi njësoj diapazonin e realitetit, fluskën që ka të bëjnë me pronin, me kadastrën. Korruptuarit e djeshëm me ata që janë të algoritmeve të sotme, mas algoritmeve të sotme për rrjetin online. Dhe që nëllë që sigurisht të vlant bale e të të mirë, t'i shohim, hajde ke unë, t'i shohim letat dhe po të në rejun. Po pikërisht kjo nuk funksionon, se kështu mund bëj çdo deputet, kështu mund bëj çdo drejtues, kështu mund bëj çdo ministër, kështu mund bëj çdo zëvendësministër, kështu çdo person politik influent. Po pse kështu zgjidhen problemet? Kështu zgjidhen problemet. Jo më problemet do t'i zgjidhë sistemi. Sistemi është i gjithë i korruptuar, dëvonon. Dëvonon më. Jam unë më. Dëvonohem unë për një pronë time. Në mënyrë absurde. Në mënyrë absurde. Absurde. Se njerë doshin aty ku kam unë një pronë time t'i venë një gjobat qilët, kërkonin para, me gjithë se ishte tapia, mas i kishe marrë tapi në shkjo vështësi, shkjo gjyqë, shkjo këtu, do fute këtu, pastaj me këtë, pastaj me atë, të shi algoritmi i kësaj del, s'merr përgjigje, duhet kjo, duhet ajo, ti e ke tapinë, asë shet do të zban asgjë, e të mërshme, e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Edhe kështu kishte edhe një pronë, ku diun, në Bulqiz, imagjino të shumë, më krahasohet prona e Bulqizës, një vend koti shkretja, për i shtëpi vogël kishte, me pronat të Shkodër për shembull, ose në Durrës, ose ku diun në Bregdet ose në Tiranë, që janë miliona e miliona. Kështu bëhet, kështu zgjidhet, duke thënë një i pushtetshëm, bie se ta zgjidhur. Nuk është ndërtu sistemi kështu më, kjo nuk vetëm demokracisë është, nuk funksionon kështu më, nuk jemi në kohë të si thënë të pushtetit politik absolut. Kështu kanë thënë një sekretar partiu, sekretar komiteti dikur. Ore ç'është kjo padrejtësi, sepse ajo ka qenë një parti ka qenë. Kanë bërë padrejtësi dhe partia mendonte kështu. Çfarë padrejtësi e kanë bërë këti, se mund ta bëhet edhe sinqerisht. Prit ta zgjidhim. Po nuk është kështu në demokraci, nuk do ta zgjidhi Taulant Balla, nuk do ta zgjidhi një ministër, nuk do ta zgjidhi kushdo qoftë ai ministër. Edhe me njëtin e mirë, nuk do ta zgjidhi se ka njëtin e mirë. Nuk do ta zgjidhi ai, nuk ta marrë përsipër fare, do ta zgjidhi sistemi, ai sistem që ke ndërtuar, nuk funksionon kështu. Është gjëja më e keqe e mundshme, është vetë denoncuese. Realisht është vetë denoncuese, është e jashtëzakonshme. Në sistemin e kadastrës edhe në sistemin e rrjetit ose online. Merr përgjigje absurde me vite, nuk janë zgjidhje dot. Në atë korruptuarit e dikurshëm që do të shkojë atje do të lyje se s'bën të paguaje, kishe 1000 seksere, 1000 avokat, do të dërgoje 1000 njerëz, të merrje qitje 2 fishin e pareve, 3 fishin e pareve për të marrë pronën tënde, dhe nuk e merrje kur nga herë dhe e merrshin palaçot, pronë mas pronit. Se sigurisht kishin pare droge, kishin të fortësh, kishin grabicish, ti nuk merre pronën tënde, ai të merrte edhe pronën tënde, e bëte të vetën. Kur kishte prona me 2 pronar, me 3 pronar, palosesh prona. Ças nolte. Tashti notë kjo tjetra rrin roje mas algoritmit, rrin roje mas i Albanjes, rri ai. Si thot ka dalje bek se ka heng enek. Dashketi me pa Amerikën dhe pestek. A kupton, është të mërshme, e jashtëzakonshme. Nuk janë fantazira këto për piano dhe orkestër, kështu është. Ndoshta besoj kryeministin, ndoshta mos ta besoj. Të nuk janë problemet e opozitës. Opozita i thot vetëm për kontorë në këto, ata Sali Berisha nuk ka këtë problem. Se po të kishte do kishte bërë kallablleke, nuk e ka këtë problem. Sali Berisha i ka hadhe të vjedhë për veti, me abin e tij, Dhandrin. I ka bërë po të njëjtën punë hipotekat e Sali Berishës janë kriminale, grabisnin. Kështu që nuk është ky. Duhet ta kuptojnë ta sot që nuk mund të kalorin nga ky sistem, nga sistemi i Sali Berishës, të hipotekave, i sistemi i Edi Ramës, i kadastrave. Unë nis për mirë pra sistemi, që mos në hyjnë njerëzit. Por nuk po funksionon ka. Në hyjnë njerëzit prapë. Ndryhyn mas sistemit. Sistemit digital. Ndryhyn atje, do të vinë ke njeriu. Dhe sigurisht, ai njeriu i diasporës e vunin në dukje. Po këtë mund ta vënë dukje të gjithë. Është e qartë që ta vënë dukje. E dinë të gjithë, e kemi provuar të gjithë. Këtu na bashkohet fluska, si atyre të diasporës, ke prona, edhe në Shqipëri. Këtu e kemi njësoj realitetin. Jemi të qartë për realitetin që kemi.
është absurd. Është mirë korrupsion, po dhe absurd. Dakord miqtë e mi? Këto kisha për të.